Shenja e dytë. Je gjithmonë në ankth. Çdo zhurmë e vogël të tremb. Nuk arrin të relaksohesh, të duket sikur trupi yt është në pritje që diçka super e keqe të ndodh. Kjo është super rastapica. Zgjidhja, gumëshitja. Tingëllon e çuditshme, por funksionon shumë mirë sepse vibrimi qetëson nervin vagus. Është si të shtypësh një buton që rinis çdo gjë brenda trupit tënd. Hajde ta provojmë bashkë. Merr frymë. Është super e thjeshtë. Dhe çdo kush mund ta praktikojë në çdo moment. Shenja e tretë, mpirja. Kjo është e kundërta e asaj çfarë shpjegova pak më parë. Nuk ndihesh në ankth. Në fakt, nuk ndjen asgjë. Je i mpir, bosh, sikur ke ngrirë. Kjo është mënyra se si sistemi nervor hyn në modalitetin freeze, në modalitetin e ngurtësuar. Zgjidhja, shkundja e trupit. Ngrihu, kërce, tund krahët, tund këmbët, tund gjithë trupin dhe shkunde trupin derisa të fillosh të ndjesh diçka. Dhe normalisht Roma nuk u ndërtua në një ditë, që do të thotë që kjo duhet përsëritur disa herë. Kafshët e përdorin këtë metodë gjatë kohës. E bëjnë gjithmonë këtë gjë pas stresit, shkundin trupin. Besoj keni parë qenë mace që e përdorin këtë metodë gjatë kohës, sepse jep trupit sinjalin që rreziku ka kaluar. Shenja e katërt, tensioni në trup. Qafa është e ngurtë, nofullat shtrëngohen, stomaku shtrëngohet, sepse traumat fshihen në trup. Zgjidhja është skanimi i trupit. Mbyll syt. Vëre ku po mban tension, ndoshta në qafë, ndoshta në shpatull, ndoshta në bark. Merr frymë thellë dhe drejto frymarrjen drejt pjesës së trupit që ka dhimbje. Bëje 2 herë. Një herë për të bërë i vetëdijshëm për atë pjesë të trupit dhe më pas për ta nisur frymarrjen drejt pjesës së trupit që ka nevojë për vëmendje.